Shikoje këtë prap me buk shtëpia, seriozisht more s'ke lek me ble diçka sikret. Çka e ti o fukara? Hajde ha bukën që ta ka bë nona. Kreshniku e hodhi bukën e shtëpisë direkt në koshin e mbeturinave të shkollës. Ai preferonte të hante një moll të thjesht, sesa të duroja talljet e shokëve për bukën që i gatuante ëma. Prap me buk fshati ky? I thoshin ata, dhe Kreshniku nuk mund ta duronte dot atë turp. Çdo ditë kthehej në shtëpi i uritur. Mami, a kemi diçka për të ngrënë? Pyeste ai. Blerina buziqeshte. Edhe pak minuta, biri im. Të pëlqeu buka që të dhash sot? Kreshniku nxirrte kashunën e zbrazat. Po, mami, e hëngra të gjithën, ishte shumë e mirë. Blerina lumturohej duke menduar se i biri po rritej shpejt. Blerina filloi të paktonte racione akoma më të mëdha, që i birit mos mbetej kurrë me stomakun bosh. Por diçka nuk shkonte. Ai kthehej çdo ditë sikur nuk kishte ngrënë asgjë prej vitesh. Një ditë, e shtyr nga një parandjenje keqe, ajo shkoi fshehurazi në shkollën e tij në Shkodër. Ajo kërkoi nëpër koshat e plerave, por nuk gjeti asgjë. Pyeti pastruesin e shkollës, Xhametën. Çdo mëngjes shoh bukë të freskët këtu në kosh, i tha ai. Kur Blerina pa bukën e saj, të gatuar me aq dashuri, të hedhur mes mbeturinave, diçka brenda saj u thye. Lotët nuk po i ndaleshin. Blerina doli nga shkolla në një gjendje të rënduar emocionale. Mendja i rinte te sakrifica e saj dhe te gënjeshtra e të birit. Duke mos pasur mendjen te rruga, ajo kaloi me të kuqe dhe u përplas nga një makinë tjetër. Blerina ndroi jetë rrugës për në spital. Kur Kreshniku mori lajmin, bota e tij u përmbys. Në dhomën e saj, ai gjeti një ditar ku nëna shënonte çdo gjë. Aty zbuloi se ajo punonte në 2 punë, si pastruese dhe si rrobaqepse deri natën vonë. Vetëm që ai të kishte bukën më të mirë në shkollë dhe rrobat më të reja. Kreshniku do t'jepte çdo gjë që të kthente kohën pas, e të hante edhe një herë atë bukë që dikur e quante turp. Mos e hidhni poshtë mundin e prindërve për shkak të mendjes së të tjerëve. Buka e shtëpisë është bekim, jo turp. Po ju, a i keni falënderuar prindërit për sakrificat e tyre?